Agjërimi në vetvete pse është? Allahu në Kur'an thot: Ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, ju është bërë juve obligim agjërimi, sikur ka qenë obligim edhe për ata që ishin përpara jush, në mënyrë që ju të ruheni. Ittaqa, yattaqi, folja në gjuhën arabe që është përmendur në ajetin kuranor është më urujt. Nëse ti ruhesh nga ato gjëra me cilat ka ndaluar Allahu xhelle xhelalu, kjo do të çojë ty në devotshmëri. Devotshmëria është rrjedhoj. Allahu kërkon diçka tjetër. Allahu kërkon që ne të ruhemi, dhe këtu fillon dimensioni madhështor i kuptimeve të agjërimit. Te fjala ruajtje, pyetja e madhe nga çfarë duhet të ruhemi? Pra, çfarë kërkon Zoti prej nesh që të largohemi dhe të ruhemi nga ato gjëra? Na ka kërkuar që të ruhemi nga shirku, nga devijimet në fe, nga zullumet dhe padrejësitë, nga shthurja, nga smundjet e zemrës dhe gjunahet sa do të vogla qofshin pastaj ato. Të gjitha këto. Fillim shirku, të jetosh një jetë me tauhid pastër, të jetosh me traditën profetike të pejgamberit s.a.s. pa devijime. E zem se bëra këtë, por nuk shpëtohet nga zullumet dhe padrejësitë që u bën njerëzve. E zem se shpëtove nga zullumet dhe padrejësitë, por ke edhe veset e tua, ke edhe zemrën e smur, ke edhe sedrën e smur, e cila vjen me gabime të ndryshme që nuk mundet zemra të jetë e smur vetëm se do të ketë probleme krijesat e Zotit. Me zilije, smire, urrejtje, xhelozie, gjitha çka janë këto, deri tek armisia, pastaj do të vi zullumi kur ka ardhur në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nga gabimet më të thjeshta, ka një premtim që Zoti do t'i falë nëse ti ruhesh nga këto të mëdha. Në momentin që ti agjëron me këtë botë kuptim, atëherë ti që ke besimtar i mirë, rrjedhoj ne do të shkojmë tek devotshmëria që përmend.